Në Angli, për shembull, ku kam punu me vite të tëra, problemet më të mëdha ose që thonë kështu të padisciplinumit më të mëdha kanë qenë minoritarët. Domethënë anglezët si anglez ose niveli pak më i zhvilluar i anglezëve, ata janë shumë të rregull, shumë të disciplinuar me terapi me çdo gjë. Shtresat e ulta pastaj të shoqërisë janë gjithmonë ato problematike. Afroaziatikët janë një lloj kanë të njëjtat probleme, arabët kanë të njëjtat probleme. Edhe në Kosovë pothuajse është e njëjta situatë. Sa më e lartë që është shkalla sociale e njerëzve, ose të edukuar, të shkolluar, atëherë më lehtë i marrin edhe i përcjellin këto udhëzimet ose rekomandimet e mjekut edhe terapine. Sa ma tulljen pastaj ka injerancë të mjaftueshme që ka t'i thu bëja këto ose bëja ato ose prap, vardën me të njëjtin trend.